Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kur e shef se çka flasin njerëzit dhe çka shkojnë për rrjetet sociale, të duket sikur se është betu që ai vetëm fjalë të këqija me thonë, vetëm ofendime, vetëm paragjykime, vetëm akuza, vetëm shpifje, vetëm trillime me thonë, vetëm helm prej gojës ti me dalë. Ky njeri, nëse e lexon Kur'anin, e lexon pjesën e parë të Kur'anit, surën e dytë, El-Baqara, aty do gjen ajetin kuranor, ajeti 83, ku Allah thot, wa qulu lin-nasi husna, njerëzve thunu fjalë të mira. Ndroje gjuhën tonë, ndroje fjalorin tanë, fol fjalë të mira, përhap fjalë të mira, jep këshilla të mira, jep orientime të mira, jep udhëzime të mira, jep sharime të mira, folni mirë. Mësoje vetën tonë, rrethin tanë, fëmijët tu me fol mirë. Këtë din me fol. Fjalë të mira kemi nevojë me ndëgju. Ato neve na japin optimizëm, ato neve na japin energji pozitive, ato neve na shtojnë besimin, na shtojnë vetbesimin, na shtojnë vullnetin për të mirë, na shtojnë motivimin. Thoni njerëzve fjalë të mira. Për hir Zotit, shkruani në rrjetet sociale fjalë të mira dhe thoni njerëzve fjalë të mira.